Përshëndetje gjithë juve që na ndiqni nga kanali jonë zyrtar në YouTube, nga të gjitha rrjetet tona sociale. Në vazhdimsi të traditës sonë të intervistave, ashtu siç e kemi njoftuar, ditën e sotshme në institucion do të flasim për çamërinë. Do të vazhdojmë një traditë virtyshmërie që është që në ditët e para, madje që në gjizjet e institucionit arsimor profesional Time Center, gjithëpërfshira në institucion e të gjitha hallkave, e të gjitha komuniteteve, por mbi gjitha e të gjitha trevave të asaj që ne quajmë Shqipëria e Madhe ose Shqipëria natyrale. Shqipëria ashtu siç e bëri Zoti. Për të gjithëpërfshirë të gjithë shqiptarët kudo që janë. Me shumë kënaqësi, sot në institucion kemi të ftuar një zonjush shumë simpatike. Jo dini që unë e them shpesh këtë, se gjitha zonjushat që kanë ardhur janë shumë simpatike, po kjo që ka ardhur sot është shumë e veçantë dhe shumë speciale, do ta zbuloni vetë nëpërmjet pyetjeve që do bëj unë, kuptohet. Quhet Samantha Ademaj, është psikologe klinike, ka qenë studente ekscelente dhe është një vajzë çame. Prandaj unë thash është një zonjush shumë e veçantë, sepse vjen nga treva e çamerisë, vjen nga një familje çame. Të gjitha të tjera do t'i zbulojmë avash gjatë intervistës, do të jetë një intervistë gjatë sepse do të përfshim shumë pika. Samantha, faleminderit që erdhe në Time Center, faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje, faleminderit për librin. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi për mua të jem sot. Tani për të gjithë ata që na ndjekin për herë të parë, po dhe për ty, unë jam i detyruar të bëj një shpjegim paraprak. Këto janë një seri intervistash që bëhen në moton ajo që shoh, ajo që lexoj, ajo që pyes, dhe ajo që dëgjoj, është ajo që unë mësoj. Është një formë podcasti e ndërtuar brenda institucionit, por jo çdo gjë që ne themi këtu dhe jo domosdoshmërisht gjithçka që thuhet këtu përfaqëson linjën e kurrikullit së institucionit dhe mendimin e institucionit. Institucioni është totalisht i pavarur, gjithçka që thuhet është mendim i pavarur dhe përgjegjësi personale e dy personave të cilët flasin. Edhe një herë shumë faleminderit, kemi një parimi, nuk ka që ti e di, nuk ka pyetje të gabuara, nuk ka pyetje të shëmtuara, ka përgjigje të gabuara. Unë do të bëj të gjitha pyetjet, ne kemi një virtytshmëri që mundohemi të zbulojmë ato gjëra që thuhen në z ose thuhen me zëtulet, për një pyetje që nuk të pëlqen, ke drejt mos përgjigjesh. Po mirë është që ti përgjigjesh gjitha pyetjeve. Faleminderit shumë. Atëherë, do ta ndajmë në disa pjesë intervistën. Pjesa e parë do të jetë profili i Samanthës. Do të fillojmë që nga fëmijëria. Për gjithë ata që s'njohin kush është Samantha Ademaj. Atëherë, jam Samantha Ademaj, kam lindur dhe jam rritur në Vlorë. Unë jam nga një familje me prejardhje nga Çamëria. Vetëm të lutem me zë pak më të lartë. Po. Familja ime është me prejardhje nga Çamëria, gjyshi është nga Mazreku, ndërsa gjyshja nga Gumenica. Ke lindur në Vlorë? Po. Si ka qenë familja jote në Vlorë? Vlora është shumë vend i bukur për ne çamët, pasi ne konsiderojmë si shtëpinë e dytë të çamëve, pra pas Çamërisë kuptohet, pasi është vendi me përqendrimin më të lartë të popullsisë çame. Kujtimi më i bukur që mban mend nga fëmijëria? Kujtimi më i bukur nga fëmijëria ka qenë patjetër në moshën 10 vjeçare, kur kam vizituar për herë të parë vendlinjen e gjyshit tim, Mazrekun. Si ka qenë fëmijëria jote? Ke qenë kështu vajzë e rëmueshme, mistrece, çapkëne, apo ke qenë urtë? Përgjithsisht kam qenë një fëmijë i mbarë. Domethënë ke qenë fëmijë urtë, se mbarë janë gjithë fëmijët, ke qenë fëmijë urtë. Tani me ato. Të bërtisë mami ose babi? Tani kritika normalisht që ka pas nga prindri, se ndryshe s'ke se si t'ma jepnin edukimin. Kujtimi më i bukur, shkollën fillore e ke bërë në Vlorë? Pjesërisht e kam bërë në Selenisë të Vlorës dhe pjesën tjetër në Vlorë. Kam lëviz disa herë. Pra nga Selenica në Vlorë. E doje librat? E doje arsimin? E ke pas qef shkollën? Po, shumë. Kam qenë gjithmonë nëse e mirë. Pra që e vogël ke pas një dashuri për arsim? Po.
Kam pëlqyer dhe librat shumë, pasi dhe lënda e preferuar ka qenë letërsia dhe gjuha shqipe. Kryesisht kam qenë orientuar nga lëndët sociale, pavarësisht se prirjet I kam pas dhe në shkencat e natyrës. Kur e shes sot, e para, çka ke dashur të bëhesh kur ishe e vogël? Nuk është se kam pasur diçka fikse të vërtetën, por gjatë viteve të gjimnazit kam pasur dëshirën të studioja për shkenca politike ose psikologji. Shkenca politike sepse e shihja si diçka më të afër për të shërbyer kauzës çame, ndërkohë psikologjinë e ndjeja si pasion timin. Por vendosa që të zgjedh psikologjin sepse kuptova çfarë do lloj profesioni të kesh mund t'i shërbes padyshim çështjes çame. Ke lidhur një familje çame, jemi akoma ke marrëdhënia me prindrit, sepse te pjesa 2 do të kaloj tek një marrëdhënie veçantë që ti ke brenda familjes. Me cilin nga prindrit ke qenë më I lidhur? Me babin. Është e vërtet kjo që gocat lidhen më shumë me babin? Shumë e vërtet. Në rastin tim, po. Vajzat lidhen më shumë me babin. Kush është kujtimi më I bukur nga shkolla fillore, ose gjëja më veçantë që mund të mbash më nga shkolla fillore? S'është se ka diçka specifike, që duhet ta veçoj patjetër. Nuk është se ke diçka që ka nuk se ka diçka specifike. Gjimnazin e ke bërë? Në Vlorë. Po, në Vlorë. Pastaj me studimet e larta erdhëm në Tiranë. Erdhëm në Tiranë. Më thuaj disa nga hobet dhe pasionet e tua. Dhe si ka ndryshuar këto me kalimin e kohës? A bën dot një analizë? Pra, kur ke qenë e vogël, për shembull, ka pëlqyer ky hob, tani që e ka ndryshuar apo që ke trashëguar që nga fëmijëria? Jo, përgjithsisht kam ruajtur një linjë që nga fëmijëria deri tani. Më pëlqen shumë ecja në natyrë, jam shumë e lidhur me detin dhe patjetër të shkruarit. Vërtet ky është botimi im I parë në formën e një libri, por kam dhe studime të tjera shkencore. Përveç kësaj bëj dhe shkrime të vogla që I postoj në rrjetet e mia sociale. Pra ecja në natyrë, deti. Po. U bëre studente ekselente. Tani, a ka pasur në një moment në adoleshencën tënde që mund të kesh menduar për besoj e ke parë këtë modën trendi që ka dalë që shpesh gjehen zgjidhje të shkurtra. Si më thënë, stigmatizohen këto nxënësit që mësojnë shumë. A është mirë të mësosh shumë? Apo a ka pasur një moment në adoleshencë që ke thënë se duhet mësoj unë për shembull kur mund gjej një rrugë më të shkurtër? Shiko, çështja është të jesh nxënës apo student ekselent, nuk do të thënë të jesh ideja të rish me orë të tëra mbi libra, sepse është krijuar kjo stigma tashmë dhe mendojnë se ne thjesht rrim mbi libra. Në të vërtetë kam qenë një nxënëse dhe një studente që më pëlqente të përdorja logjikën, prandaj e kam zgjedhur psikologjinë sepse është një profesion që ta lejon këtë lloj hapësire. Aq më tepër prandaj pëlqeja dhe lëndë si letërsia sepse po ashtu e gjeja veten te kjo hapësirë. Pra nuk kam qenë një nxënëse që rija me orë të tëra mbi libra, ama mundohesha që atë pak gjë që e lexoja mundohesha që ta përktheja nëpërmjet logjikës dhe të kuptoja më të mirën asaj që lexoja. Dhe normalisht nuk ka pasur një moment që të ndjem e dështuar për shkak të kësaj gjëje, pasi tek e fundit vlerësimet kanë qenë maksimale në shkollë, duke pas vlerësime të mira, ka edhe një motiv për të vazhduar përpara dhe për të arritur qëllimet që ke në kohë. Kush është vizioni apo parimet e tua për jetën? Tani, ideja është që unë jam një njeri që sa herë që arri një qëllim, mundohem të vendos një tjetër që është akoma dhe më I vështirë për të arritur. Dhe ky është motivi im kryesor në jetë. Je gjithmonë ngarë me veten? Po. Çfarë është dinjiteti për ty? Dinjiteti është diçka në fakt që më ka ndihmuar shumë, sidomos në punën që lidhet me çështjen çame, sepse është elementi kryesor ku jam kapur fort, të nxjerrim në pa atë që është e vërtetë. Po karakteri? Karakteri është diçka që lind, po dhe formohet gjatë gjithë jetës, po kryesisht formohet që në fëmijëri, sipas mendimit tim, nga edukimi që merr nga prindrit.
Lind dhe formohet. Jo, lind e formohet, jo se Edhe formohet. Pika më fort që ti ke në karakterin tënd ose që i njeh vetes. jam shumë e vendosur, nuk dorëzojm kur. Je shumë e vendosur, nuk dorëzohesh kur. Si është Samanta në atë që njerëzit shohin dhe atë që njerëzit nuk shohin? Këtë pyetje ma bën shumë shpesh, në fakt edhe në rrjetet sociale, në faqe që kam në lidhje me psikologjinë, por të them të vërtetën jam njësoj, unë nuk jam nga ata njerëzit që mundojnë të shfaqin diçka tjetër te të tjerët dhe janë dikush tjetër. Mundojmë që të jem gjithmonë vetvetja. Nuk e gënjen veten asnjëherë. Asnjëherë. Si është bota e një zonjushe? Çfarë është liria për një zonjush? Liria është ajo pra që të arrish gjithë qëllimet që ke në kokë, gjithë objektivat që i vendos vetes. Kjo është liria për mua. Po feminizmi? Feminizmi i kohët e fundit ka marrë edhe një hovë jo shumë të mirë, fakt, sepse po përdoret në forma nga më të ndryshmet dhe shumica, sidomos blogeret, mendojnë se të qenit feminist ti s'duhet bësh asnjë gjë dhe duhet të marrësh çdo gjë të gatshme, po për mua nuk është kështu. Në fakt për mua është qenit feminist duhet të jesh punëtore dhe të vazhdosh të arrish çdo objektiv që ke. Po besnikëria çfarë është? Besnikëria është gjëja më e shenjtë që na ka falë Zoti. Unë do të kërkoj falje për dy gjëra sot. Shkeljen e parë konfidenciale për Betanin. Në bisedën e parë që unë kam bërë me Samantën, në njohjen e parë, dhe këtë po ta them për herë të parë. Normalisht, kam vlerësuar diçka që duhet ta motivojmë dhe duhet ta promovojmë sa më fort, që është besnikëria. Për gjithë ata që më njohin e dinë që unë jam pak selektiv në përzgjedhje dhe mundohem nëpërmjet pyetjeve ti njoh njerëzit, ti zbuloj dhe ti njoh njerëzit, pavarësisht se mund të rri me gjitha kategoritë. I kam bërë një pyetje Samantës dhe mësova që ka një virtyt që duhet ta promovojmë dhe nuk duhet ta humbasim, që është besnikëria. Samanta ka një virtyt që është besnikëria dhe Samanta nuk shet dhe nuk tradhton. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të ketë çdo njeri. Kjo për gjithë ata që nga këto intervista marrin dhe mesazhe, sepse qëllimi i këtyre intervistave është të gjithë përfshim të gjitha kategoritë dhe të shpërndajmë mesazhe. Kalojmë pak tek familja, tek marrëdhënia e Samantës brenda familjes. Kur jesh besoj kur ka ardhur në Tiranë ka ardhur pa familje, pra je shkëputur. Si kanë qenë ato momentet e para që shkëpute nga familja dhe a ka pas vështirësi për këtë gjë? A janë për shembull a janë tradicional prindrit e tu? Pra, a kanë pasur problem këtë që ti do i vije vetëm në Tiranë, do jetoje vetëm? Absolutisht jo, sepse prindrit e mi ma kanë dhënë edukimin që në fëmijëri dhe nuk kanë pritur që të më edukonin pasi unë i kisha mbush 18 vjeç, normalisht ata kanë shumë besim tek unë. Por pjesa tjetër nuk është se e kam vuajtur shumë, pasi duke qenë shumë e lidhur dhe me familjen dhe me Vlorën, kam udhëtuar shpesh drejt Vlorës, pothuajse çdo javë, ndonjëherë dhe 2-3 herë brenda javës, kështu që nuk e kam dirë shkëputjen asnjëherë. Mirë, do kalojmë ke pjesa e dytë. Tani, tek pjesa e dytë, normalisht ne Samantën sot e kemi sritur për shumë gjëra. Gjatë gjithë intervistës nëpërmjet pyetjeve ju do ta njihni të plot profilin e saj. Isha në momentin që ndërtoja draftet, ishim në pjesën që Samanta mund të ishte pjesë edhe e serialit Varësit, edhe e serialit të promovimit të Shqipërisë, apo të serisë së traditës së promovimit të Shqipërisë natyrale. Por të dyja Samanta i ka përfshirë te ky libri. Dhe ne do të kalojmë tek libri. Është një libër studimor, është një libër rrëfimtar, nuk është nga ato, është një libër që po të dish ta zbërthesh, përfshin të gjitha kategoritë, pra mund lexohet nga të gjitha kategoritë. Nuk është nga ato librat e mërzitshëm studimor që i lexojnë vetëm studiusit, apo nga ato librat e mërzitshëm historik që ngjajnë si leksionet e shkollave, me të respektin për leksionet e shkollave, por nuk është nga ato librat limonat për rrjetet sociale, është një libër që mbat shumë material e cili mësoni
Mbar dëshmi dhe mbi gjitha është një libër që të bën që shumë pjesë t'i kthesh her pas here. Ju e dini që unë jam i drejt për drejt, kjo nuk është reklam për librin fare, kjo është sepse ky libër dhe kjo Sonjush duhet marrë notën 10, sepse libri i tillë me të tillë tematik bëhet për herë të parë ose paktën unë nuk e kam hasur shpesh në Shqipëri. Dhe duhet bëhen sa më shumë libra të tillë, nga të gjithë institucionet, nga gjithë ata që paguhen për të punë. Duhet bëhen studime dhe libra të tillë. Samantha, si dindi, para se të kalojmë ke libri, në libër që ta kuptoni, flitet për çamërinë, flitet për jepen dëshmi nga ajo që ka ndodhur në trevën e çamërisë dhe nëse do të nisim ke personazhet kryesor janë Mbesa, Gjyshi dhe më pas Gjyshja dhe gjithë rrëfimet e tjera. Por personazhi kryesor është Mbesa dhe Gjyshi dhe unë do të ndalojmë pak tek marrëdhënia Mbes-Gjysh. E para, si është një familje çame? Të rritesh nga një gjysh që ka lindur në çamëri, ke fatin që gjatë gjithë jetës të dëgjosh rrëfimet dhe përshkrimin për tokën çame. Rrëfimet të cilat duken aq të gjalla dhe ndonjëherë mendoja se realisht kisha jetuar në çamëri, vetëm nëpërmjet këtyre rrëfimeve. Por njëkohësisht është dhe shumë e dhimbshme, pasi duke qenë se të moshuarit e lindur në çamëri dhe sot e kësaj dite nuk lejohet që ta vizitojnë tokën e tyre, pra qoftë të shkojnë dhe si vizitor. Gjatë gjithë kohës që kam pasur mundësinë të jetoja me gjyshin, pasi fatkeqësisht ai nuk është më mesin tonë, kam parë dhimbje në sytë e tij, se si ai ndihej realisht për faktin që nuk mund të vizitonte shtëpinë e tij. Kur hap librin, Familja dhe rënjët, ajo që vjen sy te libri dhe gjatë gjithë rrëfimit është që ngulmohet shumë familja, rënjët. Sa të rëndësishme janë rënjët dhe sa fort e bëjnë këto familje. Rënjët janë shumë të rëndësishme, ne nuk mund të harrojmë kurrë se nga kemi ardhur dhe kush jemi, ne nuk mund ta fshehim historinë tonë. Unë vërtet kam lindur në Vlorë, por sa herë pyeten them jam një çame nga Vlora dhe jo një vlonjate thjesht. Pasi mënyra e trashëgimisë qoftë nëpërmjet rrëfimeve, qoftë nëpërmjet këtyre dëshmive që ne lëm sot, është të paktën e vetmja metodë për ta mbajtur gjallë çamërinë, sepse siç të thash, ata që kanë lindur nuk lejohet që të shkojnë më aty. Ne nuk është se kemi shumë të drejta në lidhje me çamërinë dhe duke qenë kështu, unë e shoh si të vetme mënyrë për ta mbajtur gjallë. Pra traditat, këngët, vallet, historitë, rrëfimet janë ato që ne na e mbajnë gjallë identitetin tonë. Po duhet ma shpjegosh pak dhe si psikologe. A mund ndahet familja nga rënjët dhe a mund ndahen rënjët nga familja? Absolutisht jo. Ti ke një shprehje shumë bukur aty që thot ata të jenë, libri hapet me një dedikim që ti ja ke dedikuar gjyshit. Dhe në fund fare ku përfshin familjen është një shprehje që më ka pëlqyer shumë që thot ata të jenë krenar për mua, ashtu sikurse jam unë për rënjët e mia. Sepse pra, duke ti shkon për te familjes. Pra, familja të jetë krenare për ty, ashtu sikurse je ti për rënjët e tua, ti shkon për te familjes. Po, sepse rënjët e mia janë krenaria më e madhe në jetën time dhe duke qenë krenare për rënjët e mia, automatikisht jam krenare edhe për familjen, për prindrit që më kanë rritur dhe për gjithë me. Po si psikologe besoj ke studiuar këtë unë do të kërkoj ndjesë për një term se unë nuk jam specialist i fushës. Antropologjinë e shoqërisë tonë sot. Pra familje sot po bëhen sa më të vogla. Pra si po thot po shkëputen këto marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet me fisin, pra marrëdhëniet me rënjët. Rënjët shkojnë pak më shumë. Pse po ndodh kjo dhe sa e rëndësishme është që kjo mos ndodhi në këndvështrimin psikologjik? Po, kjo po ndodh sepse njerëzit në ditët e sotme janë bërë shumë individualist dhe shohin vetëm të arrijnë ato objektivat e vogla që lidhen me punën e tyre, me jetën e tyre të përditshme dhe kaq dhe nuk guxojnë të shkojnë pak më larg, qoftë edhe duke harxhuar kohë apo dhe të ardhura monetare, sepse të bësh punime të tilla normalisht që duan shumë kohë dhe shumë gjëra të tjera nga pas. Ti je për një familje të madhe apo për një familje të vogël?
Patjetër që për një familje të madhe, për mua janë gjithë të rëndësishëm familje, jo vetëm prindrit dhe vllai im, po gjyshrit, të afërmit, tezë, xhaxhallar, hall, çdo person që lidhet me mua, patjetër që është i rëndësishëm. Nesër do krijosh familjen tënde, do doja të kishe shumë fëmijë apo pak fëmijë? Pak rëndësi ka kjo. Pak rëndësi ka kjo, okej, në rregull. Ke gjithë drejtën mos përgjigjesh të gjërat që do t'i mbash për vete. Si ndikojnë tek ne plagët dhe ato ngjarje që na nguliten që në fëmijëri? Ka një ndikim shumë të madh, mos të them ndonjëherë të i kalojnë edhe vështirësinë në raport me ata që i kanë përjetuar në mënyrë të drejtë për drejtë, pasi duke u rritur që në lindje me këtë ide, ndonjëherë ne mendojmë se kemi pasur një jetë tjetër përpara, ku kemi jetuar diku tjetër dhe kjo jetë na është mohuar momenti që ne kemi lindur dhe kemi ardhur në jetë. Flasim pak për gjysh Nuriun. Po. Si ishte ai? Ai ishte një njeri i mrekullueshëm. Ka insistuar gjithmonë që të na orientoj dhe të na mësoj pafund për çamërinë, me gjithë njohuritë që ai kishte, na përshkruante fshatin, shtëpinë, gjithçka. Ai ka ardhur i vogël, pra fëmijërinë e ka kaluar në çamëri dhe ka ardhur i vogël. Ai ka qenë në moshën rreth 7 vjeçare kur ka ardhur me këmbë nga Mazreku në Vlorë bashkë me familjen e tij. Pra 7 vjeç ka ardhur me familjen nga Mazreku. Me familjen në Vlorë. Në momentin që kanë mbritur në Vlorë, babai i tij ka ndruar jetë duke i lënë fëmijët jetim, ka ndruar jetë për shkak të rrugës së lodhshme, mungesës së ushqimit, raskapitjes. Pra është rritur vetëm me nënën, është rritur jetim. Forca më e madhe ose cilësia më e veçantë që ti kujton nga ai? Lidhje. Dhe do ta mbartësh ke vetja nga ai. Lidhja që kishte me shtëpinë. Lidhja që kishte me shtëpinë e tij të parë. Me shtëpinë e fëmijërisë. Po. Mesazhi më i madh që të ka dhënë gjyshi. Mos e haro kur çamërinë, edhe kur mos ti e mund, ti lufto për të. Si ishte marrëdhënia e gjyshit me familjarët? Në gjithë familjarët, ne kemi pas marrëdhënie shumë mira dhe gjyshi patjetër, ai tregonte siç të thash gjithmonë këto historitë, ne dëgjonim me vëmendje dhe mundohemi që të merrnim më të mirën nga ai. Gjyshi u martua me nëna Lierin. Po. Nana, siç e thua ti në libër. Apo jo, nana e thrisni nënën nga çamëria. Gjyshja e gjyshes. Gjyshja e gjyshes quhet nana, por domethënë vazhdon tradita që sepse në zona ndryshme, për shembull në Tiranë thon nona ose nëna. Nuk vazhdon si traditë, thjesht asaj i flisnin nana, identifikonin kështu atë. Ti si e thret gjyshen? Nëna. Nëna, në rregull. Më fol pak për gjyshen Liria. Gjyshja në fakt është me origjinë nga Çamëria, por nuk ka lindur në Çamëri, ka lindur në Delvin të Sarandës. Pasi familja e saj ka ardhur përpara se ajo të vinte në jetë në Delvin me këmbë nga Gumenica. Nëna jeton edhe sot? Po, fatmirësisht. Edhe përshëndesim dhe këtë jetë të gjatë. Si është kjo lidhja, më sa ke kuptuar ti nga gjyshi, nga rrëfimet e gjyshit? Si është kjo lidhja, si lind kjo lidhje, dhe do të më shpjegosh dhe si psikologe, dhe si specialiste. Si lind kjo lidhja e njeriut me rënjët, me gurët, me vendin. Kaderia ka tek një nga librat e tij, ka një shpjegim që thot një vend kthehet i dashur apo jo i dashur për ne, pra unë po jap thelbin asaj që thot, i dashur apo jo i dashur për ne, në momentin që nga ajo që ne kalojmë aty. Tani si ndodh kjo lidhja e njeriut me gurët dhe me rënjët? Tek çamët për shembull është shumë. Gjatë gjithë rrëfimit me asaj që ti rrëfen, është shumë e ndikuar kjo lidhja me tokën. Siç unë kam ndjerë tek treva tjetër, tek treva e Dardanisë ose Kosovës sot, te Republika e Kosovës, që janë shumë të lidhur me tokën. Pse janë kaq lidhur? I bën lufta, i bën vujtja? Shiko, jo më kot me gurët në fakt, sepse normalisht e ka një domethënie dhe nga aspekti psikologjik, po dhe në një
aspekt më gjithë përfshirës arrim ta kuptojmë këtë gjë. Të gjithë moshuarit që kanë lindur në çamëri, nëse i pyet sot, ti thua që unë po shkoj në çfarëmëri, çfarë do të sjell, ata kërkojnë dy elementë kryesisht. I pari janë gurët që ne i përmendëm, e dyta është në një degull i ri. Të dyja janë të rëndësishme për shkak se për sa i përket gurëve, shtëpitë e çamëve dhe sot e kësaj dite janë po ashtu si i kanë lënë. Pra nuk i ka prekur kush dhe janë të ndërtuara me ato gurë dhe kur kërkojnë gurë, ata kërkojnë gurë nga ato shtëpi, jo thjesht gurë nga vendi aty afër. Dhe tjetra, për sa i përket degës së ullirit, duke qenë se ulliri jeton gjatë, ata mendojnë se ka lënë diçka që po jeton ende në shtëpinë e tyre dhe duan një pjesë të saj. Kjo është falja e dytë që të kërkoj sot. Unë kam kërkuar, ti e ke vendosur në libër, unë nuk po shkel një gjë konfidenciale të madhe. Unë kam një parim që ca gjëra ruhen në zemër, jo të gjitha tregohen, por prandaj kërkoj falje edhe për pjesën që thash ke biseda dhe te kjo është shtëpia e gjyshit në Mazerek. Gjë që ju do ta gjeni të postuar edhe te komentet. Ajo që më ka bërë përshtypje kur e kam parë këtë, është që shtëpitë janë të ndërtuara ashtu siç e the me gur, po janë të ndërtuara shtëpi të mëdha. Kjo ka ardhur sepse dhe shihet në disa zona të Shqipërisë kjo që shtëpitë bëheshin shumë të mëdha. Dhe shqiptari kryesisht është shumë i lidhur me shtëpinë. Mund ta kesh ngjuar shpesh që thotë ëndra më e madhe e njeriu është të bëj një shtëpi, të bëj shtëpi, të kem shtëpi, të bëj shtëpi. Tani shumë pyetje mund t'i bëj si psikologe, do të thotë pse ka ndodhur kjo? Kjo ndodh sepse nuk kemi pasur, kjo ndodh sepse rreziku ka qenë gjithmonë prezent dhe rreziku mund ta vite nga natyra, mund ta vite nga armiqtë e jashtëm. Pra pse ndodh kjo? Pse jemi kaq të lidhur me shtëpinë dhe pse shtëpitë ndërtoheshin kaq mëdha dhe kaq të forta? Unë e shoh si diçka tjetër, në fakt e shoh shtëpinë të lidhur ngushtë me familjen dhe rehatin. Pra shqiptarët duan një shtëpi sa më të madhe, sa më të mirë, sa më të rehatshme për ta shijuar me familjen e tyre. Për ta shijuar me familjen. Prandaj bënin shtëpiat e mëdha. Po, sepse jetonin dhe me familje të mëdha, nuk është se nuk bëheshin përpara me të afërmit të dytë, të tretë, siç ndodh rëndom sot. Si të lindi ideja për librin? Tani si fillim, impaktin e parë kam marrë nga vizita në çamëri, duke qenë se kam ndjerë emocione shumë të forta, por kam qenë shumë e vogël për të thënë që do bëj një punë të tillë. Thjesht kuptoja që po ndodhte diçka e jashtëzakonshme tek unë. Me kalimin e kohës, duke qenë se i hyra studimeve për psikologji, fillova të bëja një autoanalizë dhe të kuptoj se disa simptoma tashmë kishin mbetur tek unë, disa simptoma të trashëgimisë së traumës ose të njohur ndryshe si trauma transgeneracionale. E duke qenë kështu, normalisht për ta vërtetuar këtë hipotezë që unë kisha apo këtë lloj autoanalize që bëra ndaj vetes, vendosa që të ndërmarr një studim. Tani ne nuk do t'i zbulojmë gjithë gjërat e librit, ne këtu do prekim vetëm pikët kryesore në mënyrë që kush të dëshirojë të marrë një përmbledhje të librit dhe ku mund ta gjejnë librin. Librin, si fillim, libri shitet online në librarinë Libra Psikologjik dhe bëjmë shpërndarje në të gjithë botën. Por gjithashtu mund të më kontaktojnë dhe privatisht në WhatsApp, në Instagram, ademaj.samanta ose psikologjia.motivim, ose në Facebook Samanta Ademaj dhe orientoj më tepër dhe për librarit sipas qyteteve dhe ku jetojnë. Një studim shkencor bëhet për të dalë edhe në përgjithësime. Patjetër. Tani në çfarë përgjithësimesh ke dalë ti ke ky studim? Atëherë unë kam dalë në përgjithësimin që trauma transgeneracionale ekziston dhe është prezente. Dhe duke qenë e tillë, psikologët duhet i kushtojnë një rëndësi të veçantë kësaj, po e ndaj tashmë nga çamëria si pjesë, nuk po flas thjesht për çështjen çame në veçanti apo për traumën tek çamët, por në tërësi duhet ta studiojmë pak më tepër këtë fushë, sepse unë kam bërë hulumtimet e mia, qoftë edhe në studime të huaja, jo vetëm shqiptare, dhe është pak e vakët si temë, dhe duke qenë kështu nuk merret dhe trajtimi i duhur për personat që vuajnë nga kjo lloj traume. Ta thjeshtojmë pak, ta bëjmë pak më të thjeshtë. E para, çfarë është trauma? Mund të më shpjegosh pak çfarë është trauma?
Atëherë, trauma janë element, simptoma të cilat shkaktohen si pasojë e një ngjarjeje jo fort të mirë që ka ndodhur tek individi, por në rastin tonë, në traumën transgeneracionale, ne vërtetuam që kjo ndodh jo vetëm kur kemi përballje me ngjarjen traumatike, por edhe nëpërmjet një rrugë indirekte, pra duke u përballur me personat që e kanë vuajtur ngjarjen traumatike në mënyrë të drejtë për drejtë. Ti bërë një autoanalizë të vetes. Po. Tani, në momentin që bën ata që do dëgjojnë, Po. Mund të bëjnë pyetjen dhe të thonë, atëre mos gjyshrit, apo të parët, apo të vjetrit, po bëjnë gabim që i rrëfejnë këto gjëra tek breziri? Absolutisht jo, dhe ky është keqkuptimi më i madh që ndodh për sa i përket çështjes që ne jemi duke diskutuar. Informimi nuk është asnjëherë i gabuar. Ne duhet të jemi shumë të informuar madje që ta pranojmë veten tonë, të pranojmë rrënjët tona, nga kemi ardhur, kush jemi, dhe duke e njohur më mirë veten tonë, ne jemi në gjendje që ato pak simptoma t'i kthejmë në një motiv. Sikurse bëra dhe unë, për shembull, simptomat që unë i ndjeja tek vetja, mua nuk më kanë penguar për të pasur një jetë të mirë, absolutisht, por të gjithë këto e kam kthyer në një motiv për të punuar dhe për të nxjerrë në pa gjithë atë që është mohuar për dekada. Tani, gjyshi kur ti ishe vogël dhe kur gjyshi të rrëfente, ndërtohet një marrëdhënie e veçantë mbes gjysh. Dhe këtë ta them dhe nga ana personale, po mundohem të rri sa më profesional këtu. Një eksperiencë të tillë ose përvojë jetësore të tilla kam pasur dhe unë me gjyshin tim, që në oraret e drekës, kur do të më vinte gjumë, fillonte dhe më tregonte histori nga lufta. Dhe krijohet një marrëdhënie shpirtërore. Ti me ato sytë e fëmijës, po them se e kam parë unë, ti do ma thuash vetë se e ke parë ti, fillon krijon një botë imagjinare. Tani, me sytë e tu dhe me imagjinatën e ti dhe me përvojën jetësore të ti, me atë që kishte prekur vetë dhe që mbante mend, gjyshi të shpjegonte dhe të tregonte mazrekun. Ti shkove për herë të parë 10 vjeçe në mazrek. Tani për ndonjë gabim unë kërkoj falje, bëj ndërhyrjen direkt, thu je gabim. Po shpresoj deri tani kam mësuar mirë, jam nxënës i mirë, futem ke nxënësit e mirë. Tani gjyshi të fliste ty, çamëria me sytë e fëmijës dhe gjyshi tregonte ty që shtëpia e tij, që ishte qendra e botës së fëmijërisë së tij, dhe më pas ngeli qendra e botës së kujtimeve të tij, ndodhej në Mazrek, në një vend ku mali ngjitej drejt qiellit, fushat ndryshonin ngjyrë sipas tinës dhe freskia e rrjedhave të vogla të lumenjve ishte e pranishme dhe gurët e shtëpisë ishin aty. Kur ti shkove në Mazrek, vetëm nëpërmjet këtij rrëfimi, si e imagjinove ti me sytë e fëmijës dhe a ishte vërtet ajo që imagjinove me sytë e fëmijës në atë që pe realisht? Më shpjego pak të momentin shpirtëror lidhjes mbes gjysh. Pikërisht. Duke bazuar në përshkrimet që ai bënte, mua më janë ngulitur aq shumë në mendje sa që dhe përshkrimin e libër e kam bërë po me fjalët e tij. Dhe duke qenë kështu, normalisht që kisha krijuar një ide se si mund të ishte Mazreku, dhe kjo ka qenë gjëja më e frikshme në Tonjza kur e kam vizituar, sepse kishte një ngjashmëri aq të madhe me imagjinatën time, saqë mendoja se unë kisha jetuar aty dhe nuk ishte hera e parë që po vizitoja atë. Pra ishe lidhur emocionalisht. Patjetër. Pra duke si një déjà vu, sikur e kishe parë më përpara atë vend. Shumë, dhe përveç kësaj diçka që vërehet, e kam vret fillimisht te vetja, pastaj dhe të gjithë pjesëmarrësit në studim, është malli për një vend të pajetuar. Do të pyes pak më vonë për të, po, dallohet kjo. Në momentin që lexon librin apo dhe shef dokumentar për Çamërinë. Për Çamërinë dhe për trevat e tjera, po sot jemi ke Çamëria, dallon një mall. Dhe do të pyes pak më poshtë për këtë pjesën e mallit, dhe të më kthesh përgjigjen gjithmonë nga ana profesionale, po këtu jam pak nga ana njerëzore. Si ishte ai momenti i parë, mund ma përshkruash, dhe se kush e lexon për herë të parë, ose kush e dëgjon, mund mos ta kuptoj atë lidhjen e një fëmije 10 vjeç që ulet dhe puth tokën.
Ne njerëzit krijojmë një lidhje shumë të madhe emocionale me shumë gjëra që na vijnë nga kujtimet dhe nga gjithçka. Dhe nga një moment që mund të kemi jetuar, një moment i bukur ose një moment që bëhet shumë i fuqishëm me ne. Si ishte ai moment? E mban mend me sytë e fëmijës? Si ndodhi? Çfarë mendova çast? Ti duhet ma thuash me sytë e fëmijës, jo me sytë e psikologes sot. E Patjetër. të rriturës sot, pra. Atë nuk mund ta haroj kur. Unë po të më pyesja atëherë dhe po të përgjigjem me fjalët e fëmijës, nuk do kisha fjalë ta përshkruaja, sepse realisht më kanë një lotët, jam ulur, kam puthur tokën dhe thjesht nuk po dija çfarë po ndodhte në mua. Realisht nuk ka fjalë që e përshkruajnë. Jo vetëm me fjalët e fëmijës, po dhe tani të më pyesësh prapë nuk ta përshkruaj dot atë. Pra nuk arrin ta thuash dot me fjalë. Tamam ndjesinë që është ndjerë nuk ka fjalë që ta përshkruajnë. Sa po ty të thanë Aq e veçantë vetëdija e është. gjyshit ti ule dhe puthe direkt tokën? Po. Sa po mbritëm. Ishe bashkë me familjen? Pra ishin dhe njerëz tjerë? Po, patjetër isha me njerëz tjerë. Me të afërm. Kush ishte reagimi i tyre? Ata kanë qenë për vete, domethënë për herë të parë, kështu që kemi pas reagime të ngjashme, nëpërse. Po, kur e ke bërë auto analizën më mbrapa, si janë e ke bërë këtë lidhjen, ka një shprehje popullore që thotë sytë e shpirtit dhe sytë e mendjes. Shumë gjëra që nuk i shohim me sytë edhe sytë fizik, janë tre lloje sysh. Pra lidhja këtu bëhet ke syt. Tani, si janë këto çamëria e parë me sytë e shpirtit dhe sytë e mendjes? Dhe si është kjo me sytë fizike? Ke qenë 2 herë në çamëri. Ke qenë 10 vjeç dhe 14? Kam qenë disa herë, në fakt. Ke qenë disa herë? Po, edhe më e rritur pastaj. Edhe më e rritur. Pastaj, e ke bërë këtë lidhjen sa herë shkon? Patjetër, po sa herë shkoj aty, aq herë e ndej prapë atë lloj energjie të pashpjegueshme dhe prapë filloj dhe bëhem emocionale. Domethënë sado që të shkosh aty, sikur dhe pa fund të shkosh, prapë fillon dhe ndjen të njëjtat gjëra. A ndjen që duket sikur ka 2 çamëri, ka një fizike dhe gjeografike, ka dhe një çamëri kujtimesh, nostalgjie, lotësh, vuajtje, sakrificash, malli. Sa larg dhe afër janë këto njëri? Të them të vërtetë nuk e shoh dot të ndarë në dy, e shoh si një të vetëm, sepse të gjitha këto rrëfimet na kanë krijuar tamam atë çamërinë fizike në memorien tonë. Dhe çamëria fizike nuk ka ndryshuar. Thua ti kur e viziton, pra gjitha kujtimet lidhen me, pra janë shumë për mua është e njëjta. Domethënë, të gjitha bisedat që ti ke bërë me njerëz me prejardhje nga çamëria, apo që kanë jetuar në çamëri, apo që e përjetuan genocidin dhe ikën nga çamëria, ty të dalin të vërteta kur ti prek fizikisht çamërinë. Pra ata janë shumë të saktë në memorien e tyre në atë që thonë, e kanë ruajtur shumë origjinale atë që thonë. Shumë, dhe kjo gjë më ka bërë përshtypje sepse jam munduar që të marr në studi mosha nga më të ndryshmet, po flas për ata që kanë lindur në çamëri. Dhe duke bërë llogaritjen ka pas dhe nga ata që kanë qenë në moshën nga 5 vjeç deri në 14-15 vjeç në momentin e largimit, dhe ajo që vërehet është fakti se qoftë tek këta që ishin më të vegjël, qoftë tek këta që ishin më të rritur, memoria ka qenë e njëjtë, pra një memorie e frikshme, një memorie filmike, ku mbanin mend çdo detaj dhe detajet më të vogla. Dhe kjo shpjegohet normalisht me traumën. Si shpjegohet kjo psikologjikisht me traumën? Me traumën, sepse trauma regjistron çdo gjë, çdo element të ngjarjes si një lloj shiriti filmi. Dhe këto nuk i harojnë sepse ata me mendjen e tyre, jo vetëm kur rrëfejnë, po qoftë edhe kur flenë, qoftë edhe kur janë qetësi, ata i përsërisin her pas here mendjen e tyre, dhe shumica prej tyre kishin ëndra që lidheshin me tokën. Pra, shpesh herë ata shikonin çamërinë në ëndër, shikonin gjenocidin, shikonin veten e tyre fëmijë në shtëpi. Kjo lidhet e gjitha me traumën. Do ikje në çamëri, vizita e parë, shkove të takosh gjyshin. Me mendjen tënde, shtëpinë. Po, do vizitoje për herë të parë çamërinë. Do shikoje shtëpinë e gjyshit, origjinën e gjyshit e tjerë. Shkove përpara se të nisesh për çamëri, shkove të takohesh me gjyshin dhe i kërkove. E kisha në shtëpi gjyshin. E kisha në shtëpi.
Dhe i kërkove çfarë doje ti silje nga çamaria. Me marrjen e një fëmije mendoje se do të kërkonte një suvenir. Po, si që kërkonte zakonisht, kudo që shkonim, ndonjë suvenir që ta mbante te dhoma e tij, diçka për zbukurim, por nuk ndodhi kështu. Përgjigjja e tij për mua si fëmijë ishte pak e pakuptueshme në atë moment, por më vonë padyshim që e mora mesazhin. Ai kërkonte thjesht gur nga shtëpia e tij dhe kaq. Donte që ti mbante. Patjetër ja solla ato gur, ai mbajti deri ditën e fundit dhe më pas unë i kam ruajtur në shtëpinë time edhe sot. Si ishte reagimi i ti kur e mori vesh që do shkosh në çamari? U emocionua shumë. Porosia më e madhe, të lande një porosi ndonjë, nëse mund ta ndash gjithmonë. Thjesht kërkonte gur nga vendi, donte diçka që të shikonte shtëpinë e tij, një mënyrë për të parë shtëpinë e tij, duke qenë se nuk i lejohej. Dhe ti dhe familjarët e tu shtëpinë e gjetët vetëm përmes rrëfimeve të gjyshit. Rrëfimeve të gjyshit dhe vëllezërve të tij që ishin diçka më të mëdhenj në moshë dhe mund të mbanin mend akoma edhe më mirë. Normalisht nuk mund të them me siguri që është 100% ajo shtëpia, por sipas përshkrimeve të tyre rezulton që të jetë ajo zonë. Ti udhtove dhe këtu do të prekim një çështje që duhet thënë me zë të lartë. Unë për herë të parë kam marrë vesh nga ty të them drejtën. Ti udhtove drejt Greqisë, drejt shtetit grek, në një moment ku në Shqipëri hym në atë që quhet liberalizimi i vizave. Po. Ndërsa gjyshi nuk mund të udhtonte dot. Jo. Pse? Sepse të gjithë shqiptarët e lindur në çamëri tashmë janë non grata nga shteti grek. Të gjithë shqiptarët. Të shqiptarët që kanë vendlindjen në çamëri në pasaportën e tyre. Pra që kanë vendlindje ndonjë nga fshatrat apo qytetet e çamërisë. Pra, në momentin që një shqiptar i shtetit shqiptar ka pasaportë shqiptare dhe ka të shkruar vendlindje në për shembull si e ka gjyshi Mazrek Gumenic, në momentin që vjen në kufirin grek, nuk lejohet të hyjë në Greqi. Hyrja në Greqi. Arsyeja? Janë non grata nga shteti grek, nuk lejohen. Janë shpallur tashmë, domethënë është diçka e ditur, nuk është se është diçka e fshehtë. Po, ke bërë kërkime, pse janë shpallur non grata? Se nuk mund shpallesh non grata, u zgjova sot mëngjes dhe gjithë të popullsinë e shpallur non grata. Direkt pasi ka ndodhur gjenocidi, kështu janë shpallur dhe Shqipëria nuk ka bërë asnjë përpjekje për ta. Dhe kjo është duhet të thënë me zë për ta realizuar këtë gjë. Është realisht turp dhe duhet ngrihet zëri shumë. Pra, në momentin që ti hyn, s'ka gjë, mos e ngrihet ti zërin e themute, mos u emocionoti, s'ka problem. Jo se kam problem, se të kisha problem nuk vija me botime të tilla. Unë e kam thënë gjithmonë këtë. Gjëja më e shenjtë që ne duhet kemi është dinjiteti. Pasaporta përfaqëson qytetarin e një shteti. Në momentin që unë vi me një pasaportë në kufi, në një moment që është liberalizimi i vizave, dhe ti nuk më pranon të hyj brenda vetëm se unë vendlindjen e kam çamëri. Kjo më duket e papranueshme. Dhe duket jo normale. Pra, nuk është se ka ndonjë arsye, pra thjesht janë shpallur. Është diçka e tmerrshme, por realisht është kthyer në vuajtjen më të madhe të çdo personi që ka lindur aty. Ti je angazhuar edhe në një postë që do të flasim pak më vonë, në një shoqat që merret me çështjen e çamërisë. Tani besoj ke takuar profesionistë, ke takuar specialistë të fushës, juristë e tjerë dhe mund t'i kesh pyetur pse janë shpallur në grata. Pra, ka shteti grek ka dhënë ndonjë arsyetim për ta që i ka shpallur në grata? Shteti grek nuk jep asnjë lloj arsyetimi, po thjesht është frika se ata po kthehen dhe po marrin shtëpitë e tyre. Po. Kjo është e gjitha. Domethënë është e kuptueshme kjo gjë. Po miti apo se unë po quaj mit tani, po thash në termat unë kërkoj ndjes gjithmonë, që griset pasaporta, çfarë do të thotë griset pasaporta? Pra, polici grek merr dhe gris pasaportën shqiptare. Ti jam e sinqert e kam dëgjuar disa herë që ka ndodhur me të moshuar, nuk kam qenë ndonjëherë prezente që ta shoh me sytë e mi dhe të them. Nuk është e faktuar. Nga ana ime jo, por që kam dëgjuar që u grisin pasaportën në momentin. Grisin pasaportën greke apo pasaportën shqiptare? Pasaportë shqiptare kanë ata, nuk kanë pasaportë greke, ata që kanë lindur në çamëri. Dhe kjo është një tjetër gjë që nëse do jetë vërtet është prapë skandal dhe turp, sepse nuk mund të marrësh pasaportën e një shteti të një shteti tjetër dhe ta grisësh. Nuk ke asnjë kompetencë. Besoj unë. Mirë. Këtë le ta dëgjojnë gjithë profesionistët,
dhe gjithë jurisët dhe gjithashtu nëpërmjet komenteve, nëpërmjet DM-s, kudo kush është specialist i fushës ose kush ka informacione për këtë mund të më kontaktoj dhe patjetër mund vi në podcastet tona dhe t'japi dhe ai mendimin e tij. E njëjta gjë edhe për shtetasit grek, me të respektin për fqinjet tanë, që duan të japin një variant tjetër, patjetër janë të mirëpritur. Secili të thot variantin e tij. U ktheve nga çamëria. I solle gjyshit gurët. Po. U vazhdua të flitej në familjen tuaj prapë për çamërinë? Vazhdon edhe sot të kësaj ndryshoi dite, edhe këndvështrimi? pse gjyshin nuk është më me simptom, patjetër që vazhdon dhe flitet, nuk ka ditë mos të flitet për Ndryshoi çamërinë. këndvështrimi, pra ju besoj dhe familjarët, pra Po. mami, babi, Po. prindrit në këtë rast, nuk e kishin parë më përpara çamërinë. Po. Pra e kishin njohur vetëm nëpërmjet rrëfimeve. Po. E pat, erdhët. A ndryshoi këndvështrimi? A u bë dashuria më e madhe? A preket më shumë pa drejtësinë? Jo, është e njëjta gjë Do në t'i fakt. di pak. Sepse kemi marrë aq shumë nëpërmjet rrëfimeve, sa që nuk e mendoj se thjesht vizita na bën të ndihemi shumë çama, po që të kemi dashuri ndaj çamërisë. Ka dhe individ që nuk kanë mundur ende ta vizitojnë për arsye nga më të ndryshme, apo dashurinë e kanë shumë madhe për atë vend. Libri është një akt kujtese dhe një akt kërkimi. Çfarë do të thotë akt kërkimi? Akt kërkimi e kam thënë për shkak se ky libër në fund vjen me shumë rekomandime dhe kryesorja që unë insistoj është që të bashkohen dhe profesionistë të tjerë në studime për çamërinë, për të kërkuar të vërtetën, për të kërkuar atë që ndoshta nuk është zbuluar, por unë dyshoj që ndoshta dhe është fshehur prej dekadash. Sepse, domethënë, është viti 2026, ka 82 vite që ka ndodhur gjenocidi dhe është realisht shumë e dimshme të thuash që deri më sot nuk ka pasur një studim nga aspekti psikologjik për çështjen çame, për çamërinë, mirë për traumën e trashëguar, por as për ata që kanë lindur dhe kanë përjatuar në mënyrë të përdrejtë gjenocidin. Në libër ti e ndan çamërinë në hapësirë gjeografike, kujtim historik dhe vend që jeton përtej kohës, përtej mungesës, përtej dhimbjes. Po. Unë do shtoja që çamëria është edhe një padrejtësi historike. Është një padrejtësi që historia na e ka borxh dhe i është bërë Shqipërisë. Tani, dua të kuptoj diçka. Kjo padrejtësia historike, sipas këndvështrimit tënd, përse ndodhi? Grekët i shpërngulën shqiptarët apo i përzuan shqiptarët në dy zona, në Misir, në qofsha gabim, pra në pjesën e Turqisë dhe drejt Shqipërisë. Në momentin që i përzuan nga çamëria. Tani, përse ndodhi kjo në këndvështrimin tënd? Pse shkuam te genocidi? Atëherë, si fillim, nuk është se çamët u ndan, po ideja është që filloi stigma që në Greqi. Jo që u ndan, nuk e kam në fjalën që u ndan. E kuptoj. Drejtimin e tyre e çuan në dy zona. E kuptoj, por ka munduar ta bëj këtë gjë sepse pjesa më e madhe e popullsisë ishin musliman dhe filloi të etiketonte si turko-çam dhe jo shqiptar. Pas kësaj, pra futi fen. Po. Samanta, ti bëj këtë pyetje sepse mund të ketë njerëz që na dëgjojnë për herë të parë dhe nuk e din fare çamërinë. Po. As nuk e din ku bie, as nuk e din ç'a është, mund ta kenë dëgjuar në thirrjet e tifozave kuqezi, po. Mund ta kenë parë në disa këngë, mund kenë parë vallen e Osman Takës, mund kenë dëgjuar Barbarova Siliko dhe kaq. U mbyll çamëria. Tani, për ata që na dëgjojnë për herë të parë dhe kanë dëgjuar vetëm kaq, dua të kuptoj diçka. Ishin popullsi shqiptare e cila u përzu nga trojet e veta sepse u fut feja në mes, pra u ndan në krishterë dhe në musliman. Jo sepse u fut feja, domethënë që mos të keq kuptohemi, ideja është që Greqia e përdori fen. Po pra Greqia, jo se u fut Greqia përdori fen. E përdori si term, domethënë. Pra nuk u ndan vetë çamët. Jo, se ka një stigmë që thon çamët u ndan në dy. Absolutisht jo. Të gjithë çamët fillimisht, çamët muslimani ka quajtur turko çam, ata nuk mund ta pranonin një etiketim të tillë sepse ishin shqiptar
Dhe duke qenë kështu, me gjenocidin, vrasjet që filluan të bënin, ishin gjitha në befasi, sepse çamët nuk ishin të armatosur dhe të përgatitur për luftë, dhe duke qenë kështu morën rrugën me këmbë drejt Shqipërisë. Pra të gjithë çamët ishin shqiptar, Po. nuk kishte dy rryma. Jo. Dakor. Stigma parë. Gjithsesi, kjo është seria e parë e intervistave që ne po bëjmë për çamërinë, sepse do të kemi një seri shumë speciale intervistash për stigma që janë thënë për çamërinë. Dhe duke qëndruar besnika se motos të themi me zë ato gjëra që mendohen dhe thuan në zë. Dhe vlerësimin e bëni vetë. Pyesni. Unë do të bëj avokatin e djallit dhe do të bëj gjitha pyetjet për të rrëzuar stigmat ose për t'i forcuar stigmat nëse ato janë vërteta. Për ata që i besojnë stigmat, le të dëgjojnë të gjitha variantet dhe le të bëjnë ndarjen e vet. Çamët ishin shqiptar, nuk u ndanë në dy rryma. Tani, si janë këto plagët që nuk shihen, por ndihen? Si rritemi, si kujtojmë, si duam? Mi shpjegon pak? I ke shpjeguar në libër, po duam vetëm për mbledhja, si më thua. Ose kush janë plagët që nuk shihen, por ndihen? Plagët që nuk shihen por ndihen, ndonjëherë janë edhe më të dhimbshme se ato plagë që ndihen në mënyrë të drejtë për drejtë, sepse siç ta thash, duke u lidhur me mënyrën se si rritemi, fillojnë edhe kemi një lloj lidhje më të thellë akoma me rënjët tona, por ndonjëherë dhe nuk dim se si ta orientojmë këtë lidhje, sepse informacioni është shumë i ngujuar në vendin tonë, për sa i përket çështjes çame. Vlen të theksoj faktin që ka një mungesë totale pothuajse në arsimin shqiptar të çamërisë, domethënë gjatë gjithë viteve të studimit mund ta prekësh çamërinë vetëm në një paragraf në librat e historisë apo gjeografisë, dhe kjo është shumë e dhimbshme. Pse ka ndodhur kjo? Sipas teje? Sepse shteti shqiptar kurrë nuk i ka dhënë rëndësinë e duhur çamërisë, por jo vetëm, edhe të gjitha trevave të tjera. Por çamëria është akoma dhe më e vakët. Gjithashtu vlen të përmendet dhe fakti, më thuaj, një libër historia apo gjeografie të çfarë do lloj klase që përmend dhe luginën si trev. Për shkak të politikave dhe interesave që ka shteti. Do të pyes pak më poshtë edhe për atë pamera. Se kam dhënë gjatë. Do ma përshkruaj ti në studimin tat, në analizën tate psikologjike që i ke bërë që e ke nxjerrë në libër, pra në vështrimin tënd psikologjik, ti ke përdorur metodën mikse të analizave. Do më përshkruash pak. Sepse dua të lexoj edhe disa stigma për librin. Tani, në momentin që unë e prezantoj këtë libër dikujt, ata që duan të të sulmojnë ty, mund të thonë me të respektin dhe ndjes për termat, është një zonjush e re, sapo ka dalë nga bankat e shkollës, na u bë studiuse, pas ka bërë studim psikologjik, tash ma shpjego pak kush është mbrojtja jote profesionale. Ma shpjego, ti thua kam përdorur këtë formulë të analizë. Çfarë është kjo analizë dhe si e ke bërë ti, si ke bërë ti këtë studim? Cilat janë hapat të gjitha? Si fillim, për paragjykimin që ndodh gjithmonë edhe për shkak të moshës, mund të jem vërtet shumë e re sapo dal nga bankat e shkollës, por kam rreth 150 trajnime, pasi që në vitin e parë të studimit, paralelisht kam nisur të angazhohem edhe më tepër për sa i përket profesionit. Pikë së dyti pastaj që të kthehemi tek studimi, që studimi im të jetë sa më i besueshëm, kam përdorur atë që quhet metoda mikse, ku konsiston në metodën sasiore të studimit dhe në metodën cilësore. Pra, unë nuk kam vendosur që thjesht të marr disa pyetësor, t'i plotësojnë edhe të nxjerr konkluzionet, por kam vendosur që pyetësorët si fillim t'i ndërtoj me shumë kujdes, t'i përshtat me çamërinë dhe me traumën transgeneracionale, dhe pasi të jenë nxjerrë gjithë konkluzionet dhe analizat nga pyetësorët, kam vendosur për ta bërë më të besueshëm studimin, të ndërmarrë dhe 10 intervista me të moshuar të lindur në çamëri dhe më pas dhe me 20 pasardhës të po këtyre të moshuarve. Dakor, ke 150 trajnime. Tani, unë do ta jap me një shembull këtë. Në vitin 1900 kur ndodhën protestat e studentëve, pra rreth viteve 80, ose edhe më përpara, pra në atë dekadë, në Kosovë, po bëj
po revoltoheshin studentët dhe ka një gojdhën që thot shkuan ke Tito dhe Tito pyeti këshilltarët e vet, çfarë kanë që protestojnë? Dhe i tha kërkojnë shkolla, kërkojnë arsim dhe kërkojnë shkolla. Dakor tha, diplomojeni, hapini shkollat, diplomojeni, po mos e arsimoni. Tani, fatkeqësisht në rrjetet sociale dhe sot shikon edhe në realitetin përditshëm shumë njerëz që janë të diplomuar, kanë certifikata, kanë diploma, kanë mastera, kanë tituj, por janë bosh. Tash për gjithë ata që kanë dyshime, thonë dakor, ke 150 certifikata dhe tu shtofshin. Kush është më e rëndësishme për ty? Arsimi, pra ta kesh këtu apo letra? Dhe si e vërteton ti që ti e aftë profesionalisht për ta bërë të studim? Po të ishte thjesht letra, atëherë do i ekspozoja diku ato trajnimet që deri më sot nuk i kisha nxjerr, edhe do mjaftohesha me kaq, por normalisht nuk është thjesht letra, unë jam një njeri që vazhdoj dhe merrem me kërkime shkencore dhe një person që merret vazhdimisht me kërkime shkencore nuk besoj se i ka diploma thjesht për letra. Merresh me kërkime shkencore. Po. Kryesisht, ti je shumë angazhuar në disa drejtime. Pra, je në pjesën e psikologës klinike, je angazhuar në një shoqatë që mund t'ja themi emrin dhe për gjithë ata që duan ta kontaktojnë shoqatën, të lutem mund ta thuash, ose që duan të bëjnë pjesë e shoqatës. Pra, je në shoqatën? Në shoqatën patriotike Çamëria de Gavlor. Gjithashtu angazhohem dhe në shoqatën e psikologëve të Kosovës dhe të psikologëve të Shqipërisë. Po. Je në shoqatën, pra, je shumë angazhuar në gjitha. Sa të vlefshme janë këto shoqatat dhe sa abuzive janë këto? Unë kur zgjedh... Cili është mesazhi që ke ti për gjithë ata që janë dyshues ndaj? Unë kur zgjedh që të bëhem pjesë e një shoqate, organizate, puna, po çfarë do lloj tjetër, kam një parim që si fillim bëj kërkimet e mia dhe më pas pranoj ofertat që më jepen. Normalisht për të treja shoqatat ku unë jam pjesë, nuk mendoj dhe të paktën dhe nga impakti i të tjerëve nuk kam parë deri më sot që të ketë ndonjë lloj stigmatizimi apo të etiketohen si të pavlefshme. Për mua kanë qenë shumë të rëndësishme, sidomos shoqatat e psikologëve, sepse jam rritur profesionalisht aty, kam nisur të jem pjesë e tyre që nga viti i parë i studimeve dhe deri më sot, dhe vazhdoj të rritem akoma, sepse psikologjia është një profesion që duhet të jesh vazhdimisht në kontakt me dijen, nuk mund të mjaftohesh thjesht me një diplomë universitare. Po çdo ditë punë kërkimore. Patjetër. Çdo ditë bësh punë kërkimore. Është pasioni yt psikologjia? E ke pasur gjithmonë pasion? Po. Ti e licencuar si psikologe klinike. Tani, si dallojnë përjetimet individuale nga ato përjetime kolektive në një traumë? Përjetimet individuale zakonisht shfaqen më tepër në mënyrë të drejtë për drejtë, pra kur përballesh me një ngjarje traumatike, me një ngjarje shqetësuese, ndërsa ato kolektive fillojnë dhe formohen kryesisht nga familja, nga mënyra se si rritemi, çfarë dëgjojmë, nga ambienti që na rrethon. Po. Si mund ti bërë një autoanalizë dhe the, okay, u bëra një vajzë e shkolluar, lexove e tjerë. Je inteligjente, ke inteligjencën. Si mund ta kuptoj unë që vuaj nga një traumë dhe që mund ta kem të trashëgueshme traumë? Atëherë, si fillim janë disa simptoma që mund t'i ndjesh, po traumat janë dhe specifike, se tani në rastin ton, ta thash nga simptomat kryesore është malli për një vend të pajetuar. Pra, në rastin e popullsisë çame është... Po, apo nëse mund të përmende... është mall apo është dhimbje? Është mall. Mirë. Po e ndaj një herë nga dhimbja. Të pyes pak më poshtë, mos ta ndërpresim këtë pjesën për ata që kanë interes te trauma, po për ata që nuk janë çam. Shpjegimi profesionist që po bëj. Të shpjegoja një herë këtë, pastaj se do t'i ndërlidh me njëra tjetrën. Përveç kësaj është ndjenja e fajit që ne kemi, që ne nuk kemi mundur të bëjmë diçka qoftë edhe për të parët tanë. Domethënë, ndihemi në faj sikur nuk kemi realizuar diçka dhe po t'i pyesësh të gjithë të rinj çam, thonë duam të vendosim në vend amanetin e të parëve.
Pra është një peng, është një breng, Po. është një ngarkesë emocionale, është një ngarkesë Po. shpirtërore. Pra është një amanet. Po, pastaj nëse do Apo dalim shkon për te një amaneti. shkon për te një amaneti. Nëse do dalim pastaj në përgjithësim, të thash përsëri varet nga lloji i ngjarjes që ka ndodhur dhe është bërë shkaktare, por kryesisht janë ndjenjat e fajit, ankthi, ka dhe simptoma fizike, dridhje trupi, domethënë ka elemente të ndryshëm se valen gjithmonë nga specifika e ngjarjes. Dhe nga personat, sepse personat të ndryshëm kanë simptoma të ndryshme, nuk mund t'i përgjithësojmë njerëzit. A është e kryeshme trauma? Tani, si fillim ne themi që trajtojmë, jo kurojmë. Trauma çrregullim? Si fillim ne themi trajtojmë, sepse nuk janë sëmundje, Nuk është sëmundje. Thjesht janë çrregullime të cilat ne i trajtojmë, patjetër që trajtohet. Trajtohet. Po. Dhe është trajtohet kryesisht me psikoterapi. Është e rikuperueshme. Po, patjetër. Tani, ishim ke çameria, the mall, përmend gjithkohon mall në libër, dallohet gjithkohon mall, edhe në biseda që mund të bësh me çamet, dallon malli. Mos është ta bëra pyetjen mall apo dhimbje, se ndonjëherë malli i tepërt kalon dhe në dhimbje. Janë të ndara. Tani, pse e dua nga ty? Qofse deri dje e kishe mall se nuk e kishe parë, dhe po fus një miks ndjenjash që mund kesh pasur brenda, thash, unë nuk jam specialist, unë kam drejt dyshoj. Po fus një mik për pozicionin që kam, kam drejt të dyshoj. Po fus një miks gjërash brenda. Pra, ti mund kesh pas kuriozitet nga ato që të ka rrëfyer gjyshi, mund kesh pas dashurinë e gjyshit e ke përkthyer, e ke lidhur gjyshin me vendin, pra për ty çamëria është gjyshi, dhe mund kesh pasur dhe mall, sepse është trashëguar malli. Mall për të parë ku ka lindur gjyshi, ku ka lindur parë të parë ose nga ka marrë. Tani është e pe fizikisht, mbetet po mall apo mbetet dhimbje. Tani ajo që duhet të them është dhe ku bashkohen dhe ku ndahen këto. Sepse në libër përmenden të dyja, domethënë nuk është se kemi thjesht mall, janë të dyja prezente, por janë që në libër dalin të dyja, dhe malli dhe dhimbja. Po, janë të ndara nga njëra tjetra sepse malli është mall për diçka që na mungon, është diçka e jona që ne nuk e kemi aktualisht. Po kur e merr pastaj ndalon malli. Po nuk e merr sepse thjesht me një vizitë nuk e marr gjithë atë që ka humbur gjyshi. Unë kam mall për dikë, për diçka. Në momentin që e takoj, e marr, e shoh, ndalon malli. Nuk humbet ai lloj malli. Vazhdon të jetë prezent sepse një vizitë nuk e heq atë mall që kemi. Nuk e heq atë mall. Pastaj dhimbja nga ana tjetër është diçka tjetër. Normalisht që ndërlidhen në një pikë me njëra tjetrën, por nuk mund të themi që kemi mallin vetëm apo dhimbjen vetëm. Dhimbja është ajo që janë të dyja pjesë. Po. Dhimbja që trashëgohet dhe jeton në heshtje midis brezave. Tani, një nga pjesët që më ka prekur më shumë në libër, do ta them shkurtimisht, se prap nuk dua të humbi vlera e librit, është një ngjarje që ka ndodhur me gjyshen e gjyshes tënde. Pra i kanë vrarë fëmijën në prerë 9 vjeç. Kjo është një pjesë që kur e lexon për gjithë ata që kanë fëmijë, kanë nipër, po dhe ata që nuk kanë fare fëmijë, po kanë empati njerëzore apo kanë atë ndjesi njerëzore, dridhesh. Unë kur e kam lexuar, më janë mbushur syt me lot, jam drithëruar, nuk është se po ta them te për të bërë më emocional se sa duhet. Kur ngjon për rrëfime të tilla apo për gjëra të tilla që kanë ndodhur, kalon ke dhimbja që trashëgohet dhe jeton në heshtje mes brezave, se është një dhimbje që sinqerisht jo askush do donte, po nuk mund të ulesh dot, dhe nëse ti e lexon si histori dhe do të ulesh vendin e nënës që ka në prerë fëmijën, nuk ulesh dot, nuk arrin të ulesh dot dhe nuk arrin ta kuptosh dot se çfarë do bëje. Si është kjo dhimbje? Kjo realisht është një dhimbje e tmerrshme, jam munduar ta sjell ashtu sikurse ma ka treguar nëna, madje jam munduar që shumica e fjalëve në tekst të jenë fikse ashtu sikurse ajo mi ka thënë mua për ta sjellë sa më emocionale ngjarjen.
Po është një dhimbje e madhe sepse frika që ka pasur gjyshja ime gjithkohës ishte se mos kjo histori harohej, edhe duke u haruar kjo histori, harohej identiteti i saj, nga kishte ardhur, çfarë kishin përjetuar përpara se ajo të lindte. Dhe kjo është një arsye pse vendosa që ta sjell dhe këtë histori në libër, duke ja lënë dhe si një dhuratë gjyshes time për t'i treguar që tashmë historia jote jeton dhe nuk ka për të humbur kurrë. Dhe u shtofshin besat si Samantha, besat dhe një prit e tillë. Të lutem, dakord, në këtë rast e kupton që është dhimbje dhe eshtje për të respektuar dhimbjen e atij tjetrit ndër breza. Po si mund të kesh dhimbje për diçka që nuk e ke parë fare? Pra, sot I jep pasardhës çam. Jam pasardhës I çamërisë. Si mund të kem dhimbje për diçka që nuk e kam parë? Si e kam dëgjuar? Pikërisht, pra nuk dua ta zbulojnë 100%, pasi kjo është veçantia e këtij libri, sepse sjell tamam arsyen pse çamët ndihen kështu. Dhe te ky libër jam e bitur që gjithë çamët e ndjejnë veten. Arrin ta kuptojnë më shumë. Të paktën dhe nga vlerësimi që kam marrë nga personat që kanë qenë, se normalisht libri nuk e lexojnë vetëm çamët, se është gjithë përfshirës edhe ka një target më të gjerë, por personat që kanë qenë çam dhe kanë lexuar, të gjithë më kanë shkruar dhe kanë bërë autoanalizat me veten e tyre, dhe kanë gjetë vërtet shumë veten dhe janë djerë sikurse kanë qenë ata pronar të librit dhe jo unë. Çfarë është mazreku për ty? Gjithçka. Po Gumenica? Të dyja janë shumë të rëndësishme. Këdo më shumë? Tani. Nuk mund të bëj ndarjen midis tyre, por mazreku unë e kam përshkruar pak më tepër dhe insistoj më shumë, duke qenë se gjyshi ka lindur aty, ndërsa gjyshja nuk e ka pas fatin që të lindte në Gumenice dhe I kam pas rrëfimet e saj po të trashëguara, nuk kanë qenë aq konkrete sa ka qenë mazreku në memorien time pastaj. Flasim pak për genocidin. Me ta themi me zë lartë se ishte genocid. Se edhe këtu ka ta stigma, ishte apo si ishte genocid? Ishte. Ishte genocid, të përzesh dikë nga familja jote, ti të prishesh dikujt familjen, ta përzesh nga toka jote. Krejt papritur. Krejt papritur. Dhe një popullsi e pafajshme, e pa armatosur një, në radhë parë është një gjë e pa barabartë, është një padrejtësi e pa barabartë dhe quhet padrejtësi dhe duhet thënë me zë lartë. Ta përzesh, ta detyrosh të iki, ti vrasësh fëmijën në prerë, unë nuk e di çfarë gjë tjetër duhet bësh që të quhesh kriminal lufte dhe të quhet genocid. Ishte genocid. Filloi në qershor të vitit 1944 dhe mendohet se përfundoi në mars të 1945-s. Jam I saktë. Tani, ka stigma që thonë që ju bë çamëve sepse çamët, ose më saktë, ka dhe pretendime nga shteti grek që thotë që I përzum çamët që, them drejtën, unë kam një parim, mundohem t'i zhvesh gjitha emocionet dhe të dëgjoj të gjitha palët kur duhet bëj kërkime për diçka. Po një gjë që nuk e uneps dot, ndoshta e kam dhe nga gatimi këtë, nga brumi, si mënyra se si dua ta edukoj veten, është kur më fyet inteligjenca. Deklarata e shtetit serb për këtë që ka ndodhur është që ne I morëm një fushat ushtarake, nuk e thon hapur, fushat ushtarake, por morëm disa masa sepse popullsia çame shteti grek, do të thonë. Shteti grek pra. Është shteti serb. Jo, po flasim për genocidin. Po pra se the deklarata e Serbisë. Ndjes. Se s'pe lidhja. Motor e vlajan. Absolutisht. Ata kanë bërë një tërhet tjetër, po ti lëm pak momentalisht ata. Flasim për ta. Sa kanë bërë një deklaratë që të fyen inteligjencën. Nëse do ta kërkosh, ata bëjnë një deklaratë që të fyen inteligjencën, me fakta që të bën. Përveç se të fyen gjithçka tjetër, gjithë vujtjen e tjerë. Por të fyen inteligjencën, sepse këta thonë që ne morëm disa masa ndaj një popullsie të pafajshme, shkova, I vrava fëmijë. Po nuk e thon saktë shukta, po këta thon morëm disa masa. Pra,
që nën kupton, ti shkove, i vrave fëmin nënës në prerë, 9 vjeç, ti shkove masakrove, shkove përdhunove, shkove i shpërfytyrove njerëzit, pra e ktheve nga një qenie njerëzore që shifte punën e vet, që shifte rehatin e vet, e ktheve, e detyrove të bëhet luftëtar, pra të marrë jetë të tjera, me akuzën që këta bashkëpunuan me pushtuesin gjerman dhe me pushtuesin italian. E para. Dhe dalin dhe këtu tek ne, dhe kjo është e keqja që në ka ardhur ne gjithmonë, sepse gjaku nuk bëhet huj, dhe asnjëherë familja është gjëja më e shenjtë, pra Shqipëria është familja jonë, ta besojmë çik më shumë familjen tonë, dhe lexojmë pak më shumë se sa të besojmë to që na vijnë nga jashtë, dalin dhe këtu dhe thonë çamët ishin tradhtar, dhe prandaj greku nuk pati faj, i hyri dhe i përzuri. Tani e para herë, pyetja e parë, me aq kërkime sa ke bërë ti, dhe ti nuk je historiane, pra nuk mban përgjegjësi nga ana profesionale që thua, si që unë nuk jam historian dhe nuk mbaj përgjegjësi, po nuk ka nevojë të jem historian për të bërë një analizë njerëzore, pra që aty është bërë genocid dhe është bërë krim dhe duhet thënë me zë të lartë që është bërë krim, se unë nuk e di çfarë mund ta qush ti vrasësh fëmin tjetrit në prerë, po gjithsesi këto çamët tradhtuan apo nuk tradhtuan njerë? Pyetja e parë. Unë mbase nuk jam konfidente për të folur për historinë, por ajo që mund të them është vetëm fakti që të gjithë këtyre që i stigmatizojnë kështu, ju them, mjafton të lexoni studime të huaja ose të shihni dokumentar që janë bërë në lidhje me çamërinë dhe do ta kuptoni fare mirë se çfarë ka ndodhur me gjenocidin dhe sa i vërtet është ai. Napoleon Zerva ishte shqiptar, ishte grek, ishte i paguar nga grekët për t'i bërë atë që i bëri shqiptarëve, kishte asmërim midis shqiptarëve nga kërkimet që ke bërë ose nga rrëfimet familjare. Çfarë ishte këtë? Tani unë nuk dua të hyj shumë në histori, se siç e thash nuk jam konfidente dhe ndjekësit pastaj mund të thonë tek e fundit kjo psikologe pse po na jep informacion historik, por unë e shoh si një figurë jo të mirë dhe që ka bërë jashtëzakonisht shumë keq ndaj shqiptarëve të çamërisë. Ka bërë shumë keq ndaj shqiptarëve. A nga rrëfimet që ke dëgjuar, a i kanë të regjistruara të gjalla në memori ato që kanë ndodhur gjatë genocidit? Të gjitha. Kush janë rastet që kanë ngelur më shumë në mendje, përveç rastit i gjyqes së gjyqes? Të gjithë rastet që kam intervistuar, në fakt, kanë histori nga më të tmerrshmet. Tani unë nuk mund t'i përshkruaj me detaje, sepse libri i përshkruan ato. Kush është mëkati më i madh që i kemi bërë ne shqiptarët çamërisë? Ose që vazhdojmë t'i bëjmë? Ta thash, si fillim është informimi i munguar. Për mua duhet të bëhet një lloj reforme në arsimin shqiptar dhe të hyjë çështja çame në librat e shkollës, sepse ka mungesë totale informacioni dhe duke pasur mungesë totale informacioni, me të drejtë fëmijët shqiptar që nuk janë çam dhe nuk kanë informacion sepse nuk janë rritur me ato rrëfimet që jam rritur unë, bëhen prej këtyre paragjykimeve, stigmave, fillojnë i besojnë dhe ndoshta dhe i përdorin pastaj, sepse në mungesë të informacioni ndodh gjithçka. Po shoqatat, apo profesionistët e fushës, se besoj se çamëria duhet të ketë historian. Patjetër që ka. Nuk duhet të jesh, s'është e thënë të jesh historian, se mund të jesh dhe të bësh kërkime. Po. Sepse një nga gjërat që do ta varfërosh një popull është lëre pa arsim. Po. Pra u bë një genocid, ti lan pa arsim, nuk na intereson ti arsimojmë këta, se po arsimon do grejnë kokë. Tani, këta të tjerët që kanë rrëfimet e familjeve, kanë dëshmitë ekskluzive, a kanë bërë libra, a kanë bërë aq sa duhet, se a kanë bërë libra, ka libra për historinë e çamërisë, apo ka rrëfime, a kanë bërë aq sa duhet? Nga aspekti historik, privatisht patjetër që kanë bërë dhe jo persona që punojnë dhe nuk mund t'u hedhin punën e tyre poshtë. Nga aspekti psikologjik të thashën që nuk kishte ky është i vetmi dhe uroj shumë që të më bashkohen profesionistë të tjerë dhe të ketë votime edhe nga persona të tjerë. Kjo është domethënë. Pastaj problemi është sa ata, institucionalisht kanë bërë aq sa duhet.
pikërisht të po thoja që privatisht kanë bërë shumë, por institucionalisht jo dhe aq. Sepse nuk janë shoqatat ato që e kanë fuqinë. Po, Janë po, institucionet qeveria shtetërore. Dakor, janë institucionet shtetërore, po Patjetër. qeveria ka pas përfaqësues, kemi pas deputet, ka një parti çame, ka deputet, pra ka një përfaqësi politike. Nuk dua t'i hyj shumë Jo, nuk flasim për politikës, politikë, por jo, nuk po flas për politikë, po flasim, po mësua, institucionalisht nuk është bërë sa duhet. I ka pas përfaqësi. ka pas përfaqësi, është munduar të ngrihet zëri, por asnjëherë nuk është bërë ajo që ne realisht kërkojmë. Nuk ju është dhënë zë mjaftueshëm. Pse? Tani Si unë të e thash mendon nuk ti? i hyj politikës shqiptare. Okej, Lutem nuk i- se kam marrë për të folë nuk për i hyj librin dhe nuk politikës. dua që të Mirë, kalojmë komplet në një okej, temë okej, tjetër okej, pastaj. Nuk i hyj politikës. Ë, si ti kur flet për genocidin, nga ana si profesioniste, si psikologe klinike, vën re një kompleks ose citon si kompleksiteti i pasojave psikologjike të genocidit. Kush janë këto pasoja psikologjike? Që ti ke vënë re në studimin tënd. Këto që fola dhe pak më herët në fakt, do të thonë gjithë simptomat që ndjejnë, pastaj janë dhe këto problematikat e tjera, se nëpërmjet mungesës informacionit kanë lind paragjykime të cilat e kanë forcuar dhimbjen e gjenocidit akoma edhe më tepër, duke u ndjerë përjashtuar. Një gjë shumë e dhimbshme edhe sot e kësaj dite është fakti që ndodh rëndom në Shqipëri të dëgjosh që çamët janë emigrantë. Jo, do të pyes pak më poshtë edhe për stigma. Po. Do t'i pyes me shkurtesa stigmat. Mësuaj pak. Je e re. Je angazhuar ke një post në shoqatën për çështjen e çamërisë që ka të bëjë me të rinj. Sa zë kanë të rinj te kjo shoqatë dhe pse të rinj duhet i bashkohen kësaj shoqate? Kjo shoqatë ose më saktë që mos përfshim vetëm shoqatën, domethënë me të respektin për punën që bën shoqata. Pse duhet të rinj të merren me çështjen çame? Sepse janë mënyra e vetme për ta vendosur dinjitetin në vend, për të arritur atë ëndrrën e tyre, pra për të realizuar dhe për të vendosur në vend amanetin e të parëve dhe mbi të gjitha për të mbajtur identitetin gjallë. Ta thash është trashëgimia është e vetmja mënyrë për të mbajtur identitetin gjallë. Dakor, po besoj e ke vënë re që ka një mod. Shpesh të jesh patriot quhesh mode, zakonisht. Absolutisht jo, kjo nuk shiko. Paragjykohesh po ishe patriot. Pra, të jesh i përfshirë në çështjen çame nuk do të thonë thjesht të jesh patriot. Po si fillim prezantojmë veten tonë. Ata që jemi ne dhe nxjerrim të vërtetën në pa nëpërmjet çfarë do lloj pune që ne bëjmë në. Po dakor, ti po flet vetëm për ata që janë të përfshirë në çështjen çame prej origjinës apo kanë një lidhje me çamërinë. Unë nuk kam lidhje me çamërinë, dua të përfshihem. Pse duhet të përfshihem? Kush është argumentimi që ti do mjaftë? Sepse unë them që po të bëhem patriot sot dhe të kërkoj çamërinë, quhem jashmode, nuk quhem europian, se flas për gjëra hyj ka 100 vjet që kanë ndodhur. Absolutisht jo, tek e fundit je shqiptar dhe çamët janë shqiptar dhe duke u bashkuar në të mirë dhe në gjetjen e të vërtetës së asaj që ka ndodhur me çështjen çame, ti je duke punuar për Shqipërinë. Dhe nuk ke pse të jesh absolutisht të jashtëmodë se je po prapë brenda identitetit tënd. Pra është përgjegjësi dhe detyrë. Jem patriot. Po. Çfarë është patriotizmi? Dhe çfarë është ku i ndan ti këto, nacionalizmi dhe patriotizmi? Shiko, të dyja së bashku, si fillim duhet të them që nuk janë thjesht të përkrahësh Shqipërinë kur luan futboll apo Kosovën apo në Eurovision apo po të vendosësh flamurin, në shpërtej kësaj si fillim është një ndjenjë që duhet ta ndjesh, të ndihesh shqiptar në radhë të parë dhe më pas të punosh në të mirë të Shqipërisë. Pra të ndihesh shqiptar dhe të punosh në të mirë. Dhe thjesht çështja që ne zgjedhim të jetojmë në Shqipëri dhe të kontribuojmë këtu, po prap lidhet me patriotizmin. A është normale të flasësh për Shqipërinë natyrale sot? Ose Shqipërinë etnike? Po. Se unë kam personalisht të dyja termat i përdor, po kam qejf ta quaj Shqipërinë natyrale, se më duket si është ajo Shqipëria që na dha Zoti. Po. Pastaj kjo që kemi sot është Shqipëria që na dha kongreset dhe politika. Tani është normale të flasësh për mua jo thjesht është normale, po është detyrim për secilin nga ne. Është detyrim. Po.
për secilin nga ne. A gabojmë ne ndonjëherë e teprojmë me këtë nacional, ku ndallohet njëri? Ku e ndan ti patriotizmin nga nacionalizmi? Të thash, unë nuk dua t'i ndaj fare nga njëra tjetra, sepse të dyja i shoh të lidhura me identitetin. Për aq kohë sa jam shqiptare, unë mendoj që do punoj për Shqipërinë. Dhe nuk e them këtë thjesht për çamërinë, për çështjen çame, kjo është edhe faktuar dhe nga angazhimet e mia të tjera, se dhe si kam përmendur, po për shembull unë jam pjesë e bordit të një akademie në Maqedoni, ku bashkohemi shqiptarë nga të gjitha trojat dhe mundohemi të informojmë të rinjt vazhdimisht për Shqipërinë natyrale, pra Shqipërinë siç e the ti, siç e ka falur Zoti. Dhe unë nuk dua t'i ndaj fare nga njëra tjetra. A abuzojmë në një vend me këtë? Ose a e keq përdorin të patriotizmin? Se për shembull, ta marrim një shembull. Flasim si shok dhe t'i themi gjërat thjesht. Është ideja. Se thash, kur gjërat thuhen, është mëson më shumë. Për shembull, shko në stadium, vërtet për Shqipërinë, qiresh për Shqipërinë, shumë mirë që vërtet për Shqipërinë, dhe del në rrugë dhe hedh shishen në rrugë, i hedh mbeturinat në rrugë, i lën mbeturinat ke cepi pallatit. Tani, a abuzojmë këtë patriotizmin? Tani, ideja është që unë këtë gjuhë do ta shoh më tepër individuale, se nuk dua t'i përgjithsoj, nuk janë gjithë njerëzit kështu. Pra nuk janë. Absolutisht, secili po, nëse do flas për veten time, absolutisht nuk jam një person i tillë, sepse ka dhe nga ata individ që kur e kanë mësuar që unë po merresha me studime mbi çamërinë, edhe më pas dhe për botimin, dhe më kanë pyetur pse e bën këtë, ti po harxhon kohën tënde, ti po harxhon dhe të ardhurat tek e fundi se të udhëtosh nga një vend në tjetrin dhe të kërkosh individët dhe të moshuarit që kanë lindë çamëri, padyshim që ka kostot e veta. Më thonin pse e bën këtë gjë kur ti ke mundësinë dhe fatin të merresh me punë të tjera që mund të krijosh dhe të ardhura për veten tënde. Por absolutisht mua këto gjëra nuk më ndikojnë fare, sepse për mua është çështje shpirtërore që unë të merrem dhe të nxjerr në pa të vërtetën e vendit tim. E ke ushqim për shpirtin? Patjetër. Dhe këtë kuptojnë vetëm ata që duan të pasurojnë shpirtin. Jo çdo gjë, jo pasuria gjithmonë në gjithçka. Sa patriote e mirë je ti? Tani besoj se këtë gjë e kuptojnë lexuesit, që të mos filloj dhe të flas për vete. Okej, unë po të ndjek nga ekrani i kompjuterit ose ekrani i televizorit dhe nuk lexoj. Du ta marr vesh. Për aq kohë sa unë ti e kritikon veten, për aq kohë sa unë mundohem të bëj punë që lidhen me Shqipërinë, me çamërinë dhe me çdo trev të sajën, thjesht për përfitime dhe për të ndjerë mirë në ana shpirtërore, atëherë besoj e kanë marrë përgjigjen dhe ata që na shohin. Çfarë është Shqipëria natyrale për ty? Shqipëria siç ka qenë, siç e ka fal Zoti, siç e përmendëm. Dakor. A i njeh një kritik ti vendit tonë? Kursua ose çfarë aspekti? Formimit të karakterit tonë. Për shembull, ka raste që unë për shembull dhe them hapur këtë, nuk më pëlqen shumë ai momenti kur Serbia shahet nga motra. Se nuk tregojmë në qytetari se shajmë Serbinë nga motra dhe shkojmë gjakën atje në mes stadiumit Prishtinës dhe e fishkollejmë. Domethënë, a janë njeh këto gabime, a duhet i korrigjojmë këto gjëra me veten tonë? Çështja është që tash unë këto i shoh si gjëra individuale, thjesht bëhen publike dhe më pas përgjithësohen pastaj, por nuk janë kështu shqiptarët. Nuk janë normal. Për mendimin tim nuk janë kështu. Nuk janë kështu. Janë thjesht disa elementë që bëhen publik dhe vazhdon ai viraliteti pastaj se kuptohet këto gjëra tek qia bën parat virale. E keqja triumfon se e mira hesht. Je dakord me mua? Po. Okej. Çdo person mban përgjegjësi vetëm për veten e tij. Për askënd tjetër, ti nuk përgjigjesh dot për askënd, as për familjen, për askënd, ti përgjigjesh vetëm për veten tënde. Tani, sa të ndërgjegjshëm duhet jemi ne që ajo që ne bëjmë është ajo që ne kemi detyrë dhe ajo që do të trashëgojmë.
Të thash që kur më pyete më herët që domethënë çfarë është patriotizmi, pse duhet të përfshihemi ne në shoqata që lidhen me çështje patriotike të tjerë, ta thash është detyrim. Pra secili nga ne e ka detyrim që të japi më të mirën për vendin ku jeton. Mirë, të bëj ca pyetje të nxehshme tash që kalojmë pak te stigmat. E para, çamët janë tradhtar? Absolutisht jo. Çamët janë emigrantë? Si mund t'i quash emigrant kur janë shqiptar? Nëse i quan shqiptarët emigrant, atëherë... Po, ose më saktë, si mund t'jesh emigrant vendit tënd? Pikërisht. Në shtëpinë tënde. Vajzat çame janë drejtarake, ka një stigmë për këtë. Të them të vërtetën, në mënyrë moderuar se është thuhet qarkullon forma të tjera. Të them të vërtetën, unë kërkoj shumë falje për gjithçka që them, unë po t'i them stigmat se duhet bëj avokatin e djallit. Tani unë stigma për çamërin kam dëgjuar pafund, por një stigmë të tillë është era e parë që e dëgjoj, të them të vërtetën. As nuk e kam dëgjuar dhe më ta has diçka. A janë vërtet ato stigmat? Pse kanë ardhur ato stigmat? Absolutisht. Jo. Si argumenton ti? Pse kanë ardhur? Këto si fillim kanë lindur për shkak të regjimit komunist, sepse nuk u ka dhënë për krahjen e duhur shqiptarëve të çamërisë dhe më pas e përmenda dhe më herët nga mungesa e informacionit, normalisht që stigma forcohet. Mungesa e informacionit, stigma forcohet. Nga të gjitha udhëtimet që ke bërë në çamëri, vendi më i bukur, kujtimi më i bukur, momenti më i bukur, gjëja që ka bërë më shumë përshtypje. Tani vendi më i bukur për mua nuk është vendi fizik më i bukur. Është shpirtërori që është më shpirtëror që po dyshim. Ndonjë tjetër nuk ka. Patjetër që ka gjithë çamëria është shumë e bukur, por unë flas për atë që ti e Dua të vizitoj çamërinë. Jam turist. Çfarë vendesh do më rekomandoj? Ta sugjeroj gjithë çamërinë ta vizitosh, se është e mrekullueshme. Gjithë çamërinë ta vizitoj, se është e mrekullueshme. Ushqimi më tradicional. Ka pafund, po është qumështori që ne çamët i themi klumështori. Klumështori. Klumështori çam. Klumështori. Tradita më e veçantë në familjen çame. Nuk ka familje çame që nuk kërcehet vallja e Osmantakës kur ka një gëzim familjar. E ke analizuar dhe mund ka pëlqyer në postimet e tua. Samantën mund ta ndiqni në faqen e saj në Instagram Samanta Ademaj.Samanta, psikologjia.motivim. Po, ke analizuar vallën e Osmantakës. A mund ato shkurtimisht? Po, në faqe shkurtimisht, por gjithë analiza gjendet në fakt në libër, në librin për cilin po flasim. Valli i Osmantakës ka një histori shumë të dinjshme, unë do ta them në vijat përgjithshme sepse normalisht analizën mund ta gjejnë në libër. Ne jemi vetëm prezantues këtu, po prezantoj profilin tënd, prezantoj librin, tani do të njohim çamërinë. Nëpërmjet teje, kuptoj. Po, dhe ajo që më ka bërë përshtypje edhe për vallën është fakti që nuk i ka hyrë dikush nga aspekti psikologjik dhe ta studioj qoftë personazhin e Osmanit dhe qoftë arsyen pse një vallë kaq e dhimbshme vazhdon dhe kërcehet në gëzimet më të mëdha që ne kemi. Si fillim, Osmani ka përdorur një element shumë të fuqishëm për mua që ka qenë empatia për t'i shpëtuar, sepse ai ishte përpara gjykimit, ishte domethënë vendosur para ekzekutimit dhe ai kërkoi para ekzekutimit të kërcente një valle që mori emrin Valli i Osmantakës ose Vallja e Burrave. Më pas ai shpëtoi dënimit për shkak të valles, dhe unë mendoj që kjo gjë nuk ka qenë pa qëllim nga ana e tij, thjesht unë mendoj që ai ka përdor empatin tek armiku, edhe në një mënyrë të pavetdijshme për armikun. Dhe fuqia ka qenë aq e madhe sa që ai shpëtoi dhe pjesa tjetër pasaj që kërcehet në gëzime, unë mendoj që lidhet me mekanizmat mbrojtës, pra mënyrën se si ne arrim të menaxhojmë problemet tona, traumat, anktin, stresin në formën artistike. Pra, dashur pa dashur, edhe pse nuk e kanë pasur një orim psikologjike, shqiptarët e çamërisë e kanë gjetur forcën për të lullëzuar tashmë. Kanë qenë A tregon kjo inteligjencë? Patjetër që po. Tregon inteligjencë. A janë çamët një popull inteligjent?
Shumë çam, domethënë janë realisht shumë të zhvilluar sot, duke qenë se siç e thash nuk u përkrahën në momentin e parë në Shqipëri, të gjithë ata u munduan e ngritën tregti nga më të vogla dhe sot e kësaj dite të ketë biznesmen që janë shumë me emër në vendin tonë. Kush është personaliteti çam më i veçantë për ty? Në çfarë aspekti? Nga gjithë historia e çamërisë. Ke një figurë çame që e respekton shumë? Osman Taka. Prandaj kam zgjedhur të studioj vallën e tij. Çfarë mendimi ke për të Barbarova Silikon? Çfarë kuptimi? Në kuptimin dihet që është një kërcim tradicional çam, i ardhur nga çamëria. Është e jona, është e çamërisë, pra shqiptare apo është e uazuar? Është e çamërisë. Është e çamërisë. Patjetër. Mirë. Tani, unë do të bëj, jemi tek parafundi. Me ty është shumë knaqësi të flasësh dhe mund të rrim ditë dhe ne të tëra të flasim bashkë, po përgjithsisht besoj se pjesën më të madhe të informacionit po ja themi. Do bëjmë një short answer quhet, ose unë do të them një fjalë ose një term, ti do më thosh vetëm një mendim. Ku nuk do të përgjigjesh, mund të thuash nuk do të përgjigjem. Çamëri. Jetë. Po. Gumenic. Historia më e dhimbshme që kam dëgjuar. Mazret. Shtëpi. Vlorë. Vendlindja. Parga. Bukuri. Napoleon Zerba. Kam fjalët më të këqija. Fjalët më të këqija. Familje. Gjithçka. Dashuri. Gjithçka. Familja, domethënë dashuria, çdo gjë lidhen bashkë. Libër. Libri është një dokument për të lënë pas vepra të mira. Shqipëri. Shqipëria është e gjithë e ardhmja jonë. E gjithë e ardhmja jonë. Edhe shkuar. E ardhmjen e them për faktin se duhet punoj më shumë. Domethënë ne kam një mesazh brenda, jo se nuk e lidh veten me Shqipërinë. E kuptova, po unë t'i bëj këto gacmimet për komentuesit. Unë jam i detyruar të mendoj gjithçka që mund ndodhi pas ekranit ose mund mendoj ai pas ekranit që nuk ka zë. Duhet t'jap zë dhe mendimit më të vogël të tij që mund vi. Ose mendimit më banal. Prandaj gacmoj që mos lëm keq kuptime. Ti nuk mërzitesh për te, e di. Tani, dua një këshill për të gjithë prindërit që na ndjekin, si Samantha, si psikologe, si profesioniste, si duash ti. Mundoni që fëmijët tuaj t'i edukoni me dije edhe për vendin e tyre. Pra i informoni vazhdimisht dhe mundoni që t'i mësoni jo vetëm me idenë që kur të rriten mund të shkojnë jashtë dhe të bëjnë një jetë më të mirë, po i mësoni me idenë që ata të japin një kontribut të mirë për vendin ku kanë lindur dhe për origjinën e tyre. Dua një këshill për të gjitha zonjushat nga të gjitha moshat. Çfarë do t'i rekomandoje, çfarë do t'i këshilloje një zonjushe? Si zonjush? Po, në fakt e kam për gjithë të rinjt. Dua për zonjusha, do të pyes pastaj për të rinjt. Dua për zonjusha. Çfarë do t'i thoje një vajze sot? Punoni me dinjitet. Punoni me dinjitet. Për objektivat tuaja. Për objektivat tuaja. Dua një këshill për gjithë të rinjt. Gjithë të rinjt, mos harroni rrënjët tuaja, nga keni ardhur dhe punoni fort për të nxjerrë në palë të vërtetat. Dhe para se të bëj 2 pyetjet e fundit, dua shkurtimisht, ke bërë 2 tema diplomash. Po. Se nuk i thuti gjëra se je modeste t'i nxjerr unë. E para, unë do t'i kthej në pyetje temat. Si ndikon stresi në performancën akademike të maturantëve, shkurtimisht? Bazuar në studimin tim, ka një ndikim shumë të lartë dhe referuar këtij studimi do të këshilloja që të jepet edhe një vëmendje ndaj maturantëve, ndoshta të përfshijë edhe në kurrikulat e tyre, më tepër aspekti psikologjik dhe këshillimi i karrierës.
Ndikimi i smundjeve onkologjike në vetbesimin dhe vetvlerësimin e individit. Si është ky ndikim? Nga ky studim kanë dalë në fakt të dhëna vërtet të frikshme, ku është vërejtur se sëmundjet onkologjike kanë një ndikim shumë të lartë duke ulur ndjeshëm nivelin e vetbesimit dhe të vetvlerësimit të individëve që vuajnë nga këto sëmundje. Përse i vlen studimi jot sot psikologëve dhe historianëve të trevës së çamërisë? Pse ti doja rekomandoje studimin tënd? Si fillim, e përmenda edhe në hyrje të intervistës që një studim del me të vërteta konkrete, është më tepër kur është i realizuar me një metodë mikse, vërtetësia tashmë rritet, dhe duke qenë një studim i vërtet me të dhëna kaq të rëndësishme, mendoj që është me vlerë për historianët, psikologët, por jo vetëm, dhe për juristët e të drejtave të njerëzit, edhe mendoj për gjithë shqiptarët, që ta njohin të vërtetën dhe të dinë se si të punojnë për të. Përveç kësaj se libri nuk sjell vetëm studimin, janë ato rekomandimet që për mua janë shumë të rëndësishme, të cilat janë të ndara edhe në kategori, rekomandime për shtetin shqiptar, për të rinjt e çamërisë, për të moshuarit e lindur në çamëri, për shqiptarët e trevave dhe shqiptarët e Shqipërisë e të tjerë. I keni këtu ke faqja parë, se kujt i rekomandohet ky libër. Ky libër është i përshtatshëm për studiues dhe student të psikologjisë, studiues të historisë dhe çështjes çame, pedagog dhe kërkues shkencor, psikolog dhe terapist të traumave, sociolog dhe antropolog, jurist dhe studiues të drejtave të njerëzit, shqiptar të interesuar për çamërinë, të moshuar të lindur në çamëri, pasardhës çam, gjithashtu shërben si model për strukturimin e temave të diplomave për studentët. Dhe pikën që Samantha se ka vënë, ky libër duhet lexuar sepse mësoni shumë. Realisht mësoni shumë në gjuhën më të thjeshtë, por dhe në gjuhën profesionale, si ta dëshironi. Pra mund lexohet nga kushdo. Nuk kemi kohë, jemi në luftë me kohën. Kush është gabimi më i madh që po bëjmë, ke nisur nga kjo fjali që thua ti. A janë të shumë çamët që kanë mbetur që mund ta dëshmojnë genocidin, apo bëjmë gabim që nuk po i ruajmë, nuk po i arshivojmë, nuk po i dokumentojmë? Kjo është arsyeja pse vendosa ta bëj studimin dhe librin në një moshë kaq të hershme dhe prandaj doa t'i shmang paragjykimet për moshën, sepse nëse unë do të prisja, unë kam pritur gjatë. Janë bërë 82 vite dhe nuk kishte asnjë studim. Dhe unë nuk mund të prisja më sepse paragjykimet për moshën ja po i të dëgjojnë, nuk mund të prisja më, sepse të moshuarit qanë janë të pak në numër, janë kryesisht të moshave 90 e ca vjeç, edhe ky fakt tregon që ne jemi vërtet në luftë me kohën për të bërë diçka të mirë për ta. Sepse duke sjell studime të tilla, mendoj që ndoshta ngrihet zëri dhe ata mund të marrin ato që meritojnë, ndoshta edhe një këshillim psikologjik që ju ka munguar prej kohësh, pse jo. Ke intervistuar ata që kanë jetuar, ke intervistuar pasardhësit, po vjen duke u rritur ndjenja në trashëgimi apo duke rënë? Për çështjen çame. Duke u rritur dhe kjo gjë më ka pëlqyer. Duke u rritur dhe kjo gjë të ka pëlqyer. Dy pyetjet e fundit, u kënaqe sot? Po, patjetër. Me sa na ke parë, me sa na ke ndjekur, dhe me sa na ke vëzhguar. Dua një sugjerim, një mendim për Time Center, një kritik, një analizë, çfarë duash ti? Në fakt, për Time Center kam një mendim të mirë, por dua ta them dhe arsyeën pse, sepse janë shumë të pakta qendrat e edukimit në vendin tonë, të cilat jo vetëm mësojnë, por edukojnë në kuptimin e mirë të fjalës dhe në kuptimin e tërë të saj. Pra, edukojnë nga të gjitha aspektet fëmijët dhe të gjithë brezat që kanë mundësinë të marrin mësime këtu, sepse nuk ndalet thjesht në ato librat e shkollës me sa kam kuptuar, por këtu ka art, ka histori, ka tradit, ka kulturë, me pak fjalë në këtë qendër gjendet gjithçka. Si ishte momenti kur të erdhi ftesa? Mendimi i parë. Po si fillim,
bëra këto kërkimet e mia dhe unë, duke qenë se nuk isha e njohur përpara me Time Center, pash punën e mirë që bëhej dhe kuptova pikërisht këtë gjë, që nuk është thjesht një qendër kursesh apo një after school apo thjesht një kopsht apo diçka thjesht për të përfituar të ardhurat, më fal që po e them kështu, por pash që këtu kishte realisht edukim. Time Center është shtëpia e gjithëve, e profesionistëve, e njerëzve të mirë, e qytetarëve të mirë dhe e njerëzve që duan të vend, mbi gjitha Time Center është shtëpia e njerëzve si ty. Dhe u shtofshin zonjusha si ty, sepse unë kam vlerësimin më të madh për ty. Unë nuk të njeh më përpara, të kam njohur përmes Instagramit, pastaj përmes librit dhe nga bisedat që kemi bërë. Dhe dua të jesh pjesë e Time Center. Është shumë kënaqësi të kesh një mikesh si ty, të kesh një shoqe si ty dhe shumë kënaqësi të flasësh me ty. Shumë faleminderit që ishe sot në Time Center. Kënaqësi për mua, faleminderit juve. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Pra, pa dashur ta ripërsëris, Shqipëria natyrale do të jetë gjithmonë e gjithë përfshirë në Time Center, të gjitha trevat e saj, të gjithë shqiptarët kudo ku janë, sepse detyra jonë është të edukojmë qytetarin e nesërm. Për të bërë një qytetar të mirë, në radhë parë duhet t'i edukosh identitetin, duhet të jetë krenar për atë që është dhe duhet njohë historinë dhe vendin e tij. Mundohemi ta bëjmë ndoshta me gabime, pa gabime, atë e vlerësoni ju. Njohët një zonjush sot, folën për Çamërinë, është seria e parë e intervistave që do të bëjmë për Çamërinë, sepse do të nisim një nisëm dhe një serial ku do të ftojmë personazhe të ndryshëm, ku dhe Samantha do të na ndihmojë, dhe të gjithë ata që duan ta promovojnë realisht Çamërinë dhe të gjithë trevat shqiptare janë të mirëpritur të bëjnë pjesë e podcasteve dhe aktiviteteve tona. Faleminderit që na ndoqët. Ju rikujtoj që do vazhdojmë me regjistrimet për sezonin e ri akademik, nga data 1 qershor deri në 31 gusht, po vazhdojmë me kampin veror, deri në 31 gusht është oferta e regjistrimeve, në shtator çmimet do të ndryshojnë. Vazhdojnë regjistrimet për ciklin çerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit passhkollor, kurset profesionale, gjuhë e huaja, informatik, arte, sporte, artim e tjerë. Zgjidhni me kujdes, zgjidhni për fëmijën tuaj. Lexoni, 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 hetoni, 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 gjithëpërfshihuni, dëgjoni dhe në fund jepni vlerësimin tuaj. Jeni ju ata që vlerësoni, askush tjetër. Faleminderit dhe miru takofshim në intervistat e tjera. Faleminderit Samantha.